Floriana Garon e kemi parë shpesh në krah të Berishës, teksa ky i fundit dilte në konferenca dhe takime. Gjatë fushatës elektorale, Garo ka qenë në krah të doktorit, brenda dhe jashtë Shqipërisë. Është interesante fakti se Floriana ndan mendime krejtësisht të kundërta me vjerën e saj nga pikpamja politike. Vjera e saj ka bindje të majta dhe nuk e ka aprovuar asnjëherë faktin që nusja e saj të jetë zëdhënëse e Partisë Demokratike. Pavarësisht këtij fakti, Floriana është shprehur se vjera është mjaft e emancipuar dhe i respekton bindjet e saj. Megjithatë, pas një fushate intensive, u vure një shkëputje e menjëhershme e Florianës nga Berisha. Pas zgjedhjeve, ajo nuk u pa më në krah të Berishës. Burime pranë Partisë Demokratike shprehen se Garo është e qef mbetur nga fakti se ajo nuk zuri një vend në listat e mbyllura të Partisë Demokratike. E tani e sheh veten pak të tepërt për të bërë një betejë të re, ku ajo do të jetë thjesht një zë, por pa asnjë peshë politike. Berisha e ka plotësuar menjëherë vendin bosh që la Floriana. Tashmë në krah të tij është Alisa, një vajzë që vjen nga bota e televizionit. Por jo gjithmonë vajzat që japin deklarata për shtyp mbeten pa poste të rëndësishme. Për shembull, Edi Rama, lexuesen e deklaratave për shtyp në selinë e Partisë Socialiste, Bora Muzhaçi, e shpërbleu me postin e ministres për rinin. Pas një fushate intensive, Garo ka vendosur t'i kushtojë më shumë kohë familjes dhe fëmijëve, duke i kthyer shpinën angazhimeve politike. Largimi i Florianës nga politika aktive dhe nga krahu i Berishës ngre shumë pikpyetje. A ishte kjo një zgjedhje personale apo një zhgënjim politik, ose thjesht një pauzë për t'u përkushtuar familjes? Dhe më rëndësishmja, a do të rikthehet ajo sërish politikës nëse rrethanat ndryshojnë? Po ju, çfarë mendoni? A ishte Floriana një zë i rëndësishëm në PD apo thjesht një figurë kalimtare? Për më tepër, lini komentin tuaj. Faleminderit që na ndoqët. Për më shumë lajme interesante, bëni subscribe kanalit ton të YouTube-it.